Ushtroi dhunë brutale ndaj një gruaje, ajo ishte kolegja e tij, një zyrtare policore. Ishtrashteri, i cili më parë kishte pasur raporte dashurie me zyrtaren që e kishte dhunuar, nuk e kishte pranuar faktin që ajo kishte nisur një jetë e re. Që filloi të sulmoj fizikisht zyrtaren, duke e goditur brutalisht dhe më pas duke e futur me forcë në veturën e tij personale. E njëjta fillimisht lajmëron rastin si lëndim aksidental, se kinse ishte rrëzuar në shtëpi. Në një vend ku uniforma duhet të jetë simbol i besimit dhe mbrojtjes, ndodhi që një rreshtari i policisë së Kosovës në stacionin e policisë së Pejës, njeri i betuar për të ruajtur rendin dhe për të mbrojtur jetën e qytetarëve, të ketë kryer aktin më të ulët që mund të bëjë një njeri. Ushtroi dhunë brutale ndaj një gruaje, ajo ishte kolegja e tij, një zyrtare policore. Në orët e para të 15 majit të 2022-s, rreth orës 3 të mëngjesit në rrugën e transitit të Pejës, Senat Hamzić, rreshtar policie në atë kohë, e takoi të dashurën e tij, zyrtaren policore me inicialet FPK. Por ajo që duhej të ishte një bisedë mes dy njerëzve të rritur, u shndrua në një skenë tmerri. Sipas akt akuzës, Hamzić filloi të sulmoj fizikisht zyrtaren, duke e goditur brutalisht dhe më pas duke e futur me forcë në veturën e tij personale. Në ato momente viktima përjetoi sekonda paniku e frike, pasojat të cilat i bartë edhe sakt. Në vend që ai të ndalante, vazhdoi të ngaz veturën me shpejtësi, ndërsa lënduara u mundua të shpëtojë, të ndaloj veturën duke të rrequr frenin e dorës në përpjekje për të shpëtuar jetën e saj të paktën. Pra në mes të natës, në një rrugë të errët, një grua po luftante për të mos vdekur nga dora një njeriu që duhej të mbrante. Sipas dosjes së prokurorisë, dyshohet se rasti ka ndodhur për motive xhelozie, por me patjetër duhet cekur që asnjë motiv nuk mund të shërbejë si arsyetim për të ushtruar dhunë ndaj një njeriu. Ishtrashteri, i cili më parë kishte pasur raporte dashurie me zyrtaren që e kishte dhunuar, nuk e kishte pranuar faktin që ajo kishte nisur një jetë e re. I kushtuar nga zemrimi dhe obsesioni, ai kishte kërcënuar me fjalë të cilat në akt akuzë u përshkruan kështu. I njëjti drejtohet së dëmtuares me fjalët "kam i u vrarë të dëve", duke aluduar edhe në një person për cilin i pandehuri dyshan se dëmtuare po e tradhtante me të, ndërsa më pas nga frika dhe ankthi, e njëjta fillimisht lajmëron rastin si lëndim aksidental, se kinse ishte rrëzuar në shtëpi, ndërsa më pas njofton policinë se ishte keq trajtuar fizikisht dhe psikikisht nga i pandehuri Senat Hamzić. Në vend që ky rast të trajtohej si tentativë për vrasje, prokuroria themelore në Pejë vendosi të ta akuzojë rreshterin vetëm për lëndim të lehtë trupor. Pra, ta ritheksoj, rasti kishte të bënte me një gruaj të dhunuar që u tërhaq me forcë në veturë, që u kërcënua me vdekje, u përpoq të kërcej nga vetura për të shpëtuar, por nuk ja doli. Sot, në gjykatën themelore në Pejë u mbajt seanca gjyqësore lidhur me këtë rast. Prokuroria Lumturie Hoxha kërkoi që seanca të jetë mbyllur për publikun me arsyetimin se është e nevojshme të mbrohet jeta personale dhe familjare të dëmtuarës dhe të akuzuarit. Megjithatë, këtë kërkesë të prokurorës nuk e mbështeti e dëmtuara. Avokati i saj, Labinot Gashi, deklaroi se provat materiale të administruara në gjykatë tashmë janë publikuar më parë dhe se kjo nuk përbën arsye që seanca të mbyllet për media, pasi sipas tij një veprim i tillë nuk do të kishte ndikim negativ në jetën e saj. Nga ana tjetër, avokati të pandehurit, Gëzim Kollçaku, u shpreh se klientët e tij më shumë i konvenojnë që seanca të zhvillohet me dyert të mbyllura. Në fund, gjyqtari Vetan Ademaj vendosi të aprovojë kërkesën e prokurorës, duke urdhëruar që seanca të mos ndiqet nga mediat dhe që në sallë të mbeten vetëm palët që janë pjesë e procedurës gjyqësore.